Çështja e parë, dëgjojmë kryeministrin në të vazhdueshme që na tregon se sa shumë është dëmtuar qeverisja e qytetarëve nga pezullimi i zonjës Palluku si vendas kryeministre. A nuk është e udhës që qeveria ta shpëtojë veten dhe popullin nga ky hall i madh të emërojë një ministër të ri për çështjet e infrastrukturës? Unë besoj që është e udhës që qeveria të vazhdoj të qeverisi dhe është e udhës që qeveria të shqyrtoj mirë kur ndërhyrje në kompetencat e qeverisë ndodhin nga pushtetet të tjera. Dhe ajo çfarë qeveria ka bërë në këtë moment është që me të drejtën kushtetuese që i ka dhënë kushtetuta, ka depozituar një ankim në gjykatën kushtetuese. Në përfundim të këtij procesi gjyqësor kushtetues, qeveria do të bëjë atë që do vendosi gjykata kushtetuese dhe që do të jetë më e mira për shqiptarë siç ka bërë gjithmonë. Po ndërkohë qeveria e ka shqyrtuar nëse ministrja ka shkelur vërtet ligjin? Qeveria nuk shqyrton. Kryeministri ka kompetencë të kontrollojë punën e ministrave. Absolutisht, është në kompetencë në kushtetues. Dhe kryeministri e bën atë punë rregullisht edhe për ditë. E ka bërë në këtë rast sepse nuk po na thot kryeministri nëse ministrja ka shkel ligjin apo jo, po flet vetëm për debatin juridik dhe procedural. Kjo është një pyetje që e bëjmë, i takon një çështje tjetër sepse ka të bëjë me kontrollin që kryeministri ushtron mbi punën e ministrave dhe me sa e keni parë atë e bën me shumë devotshmëri dhe me shumë sukses.